E shikues të dashur, unë e kam paralajmëruar edhe më herët bisedën cilën do ta zhvillojmë këtu në studio dhe jo vetëm një, por edhe dy të tjera. E si të qoftë tash mëngjesin, në këtu shtohet 37 minuta pas edicionit të lajmeve të mëngjesit, do të vazhdojmë me një bisedë në studio. Për ata të cilët janë zgjuar në këto momente, ka shumë prej tyre të cilët bëjnë ushtrime aktivitet fizik, ndoshta dalin për një ecje, dalin në vrap, edhe pse moti sot dukej pak i vranët edhe kishte rreshje të shiut, ndoshta mundet me paraqisi problematik. Andaj sot mundeni me qëndru në shtëpi dhe me bo yoga me neve, gjatë kohës kur ne edhe flasim për stresin dhe si ta menaxhojmë stresin përmes jogës. Do të çka i bën stresi dhe ankthi të trupit ton, çish mundemi me vrejt ne që jemi në stres, sepse ndoshta ne ndihemi mirë dhe na duket vetja se jemi mirë, kemi marrë me këtë rrjedhën edhe kemi hyrë në rutinën e përditshme, jemi në orarët tona, gjithçka në rregull, për trupin ynë ndoshta ka disa alarm ose disa sinjale që na dërgon se nuk është diçka mirë. Andaj çka mundemi me bo dhe përmes jogës, tash do ta kuptojmë bashkë me Rondinellën në studio si çdo javë, rubrikën cilën e zhvillojmë tash bashkë. Mirëmëngjesi, mirë se na kjohet. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej edhe këtë premte. Është kënaqësi. Gjithashtu. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të uroj muajin e bekuar të Ramazanit për të gjithë besimtarët musliman edhe agjerim të lehtë atyre që agjerojnë. Tema e sotme, siç e paralajmërove dhe ti shumë mirë, është diçka që na prek të gjithëve çdo ditë, edhe pa dallim as moshe, as gjinie, as gjendje shëndetësore, pra është stresi. Edhe stresin si e ndjejmë në trupin ton nuk është gjithmonë e lehtë ta identifikojmë, sepse siç e thash shumë mirë, ndonjëherë ndihemi që jemi krejt në rregull. I kryjm punët rregullisht sipas rutinës tonë, nuk mbesim mbrapa me asgjë, mirë po megjithatë ka disa sinjale të cilat trupi shpesh na i dërgon, e cilat na mbase kemi tendencë me i injoru si diçka e përkohshme, si një simptom i një ftofje i kësaj, i një mbingarkesa apo çka do tjetër. Pra dhimbjet e kokës për shembull, frymarrja që duket sikur është ma e cekt, ma e rënduar, mandej durimi i kufizuar, e shohim ndonjëherë veten që nuk kemi durim as për të lexuar, as deri në fund diçka, as për të biseduar me dikon për të mbajtur vëmendjen te ai me cilin jemi, mandej irritimi, gjumi i parregullt edhe i çrregulluar gjatë natës, pra i ndërprer. Të gjitha këto janë ato sinjale të vogla të cilat i dërgon trupi kur është në gjendje stresi. Edhe pse ne mund të ndihemi që është krejt në rregull, po është shumë e rëndësishme që ta dëgjojmë trupin vazhdimisht, e kemi thënë dhe do ta përsërisim vazhdimisht në këtë rubrikë, sepse trupi nuk gënjen, ai gjithmonë i dërgon sinjalet, vetëm se varet a jemi ne në gjendje që ta dëgjojmë. Mirë po, le ta zbërthejmë pak stresin si stres, çfarë është në fakt stresi. Stresi, ç'është e vërteta, është një reagim natyral i trupit edhe mendjes tonë përballë një sfide, një presioni, një rreziku, qoftë ai i perceptuar ose real. Edhe jo domosdoshmërisht është negativ, sepse stresi është kriju si mekanizëm mbijetese qysh në fillet e njerëzimit për t'i dhënë sinjal njerëzve të atëhershëm që të reagojnë, të veprojnë edhe të ikin ose të luftojnë përballë një rreziku. Mirë po, atëherë bëj fjalë për rrezikjete. Ndërsa fatkeqësisht e dëmshme është tash që ne jetojmë në një stres kronik. Edhe trupi gjithmonë ndodhet në gjendje mbijetese, pothuajse, edhe pse realisht ne nuk kemi rrezikjete çdo ditë. Mundet me ndodh një herë në jetë ose edhe asnjëherë. Mirë po, ne mendojmë shumë, brengosemi, edhe pjesa më e madhe e stresit vjen faktikisht prej rrezikut të paramenduar. Edhe kjo e mban mandej trupin në gjendje alarmi. Pra stresi nuk është negativ në vetvete, nuk është problemi se stresi ekziston, por se trupi më nuk arrin ta kuptoj kur nuk është në rrezik. Pra edhe mos me lun me u bojë tepër, sepse e kemi pas pikërisht edhe një material që tregonte se ndonjëherë stresi është i mirë, po jo ky stresi i cili vazhdon të dërgon në ankth, të dërgon në nervozizëm edhe në hapatutje ose në situata edhe më të vështira. Po ky stresi i cili të bën pak më të përgjithshëm, të bën me qëndru ndoshta në një rutinë, në një orar, me qenë me vetë në një lloj. Është shumë normale që para një pune të rëndësishme kemi pak stres edhe aktivizohemi, siç thua edhe ti, sepse është sfidë, nuk është veç rrezik, është një sfidë të cilës duhet i përgjigjemi. Mirë po,
trupi fillon edhe faktikisht mendja më nuk e bën dallimin se kur është rrezik real, kur është sfidë dhe kur është diçka veç e paramenduar. Edhe ne kemi tendencë të mendojmë shumë, të brengosemi shumë. Edhe kjo nuk e lejon trupin fare me dalë prej kësaj gjendjes së rrezikut të perceptuar, po jo real. Besoj që edhe një hap i rëndësishëm është me kuptu se çka po përjetojmë, do thotë atë që ju thatë me dëgju veten edhe trupin. Me dëgju trupin krit kohën. Sepse organizmi pastaj i dërgon ato sinjalet. Mirë është me i marrë, me i kuptu, me u pajtu me këtë fat dhe tutje me e trajtu në një lloj forme. Është diçka që është pjesë e përditshmërisë tonë. Mirë, po megjithatë tash ka tendencë me u normalizu si diçka që vjen domosdoshmërisht me jetën moderne. Mirë, po gjithsesi kjo për trupin është vështirësi e madhe edhe është si të them, e mban në gjendje jo të shëndetshme, krejt kohën e mban në gjendje tensioni. Edhe prandaj nuk duhet normalizohet gjendja e stresit kronik, por si thua edhe ti duhet të vrejmë kur është stresi dhe të mendojmë gjithmonë a ekziston një arsye reale për të stresuar, për të qenë në atë gjendje. Edhe mandej ngadal fillojmë edhe punojmë edhe me teknika të ndryshme që tani këtu vjen në shprehje edhe yoga, sepse yoga e kemi thënë edhe më herët nuk janë vetëm ato ushtrimet fizike, ato pozitat të cilat i shohim, po është ajo që e quajmë yoga of the mat, sepse kjo është një sistem holistik i trajtimit të mirëqenjes edhe që i kontribon mirëqenjes tonë. Pra janë frymarrjet, është kthimi ka vetvetja, ndonjëherë krejt çka na duhet është të ndalemi, të pauzojmë, çka do që jemi duke bërë. Mbase 1 minutë nuk është kohë shumë e madhe që nuk mundemi me leju vetës veç me u ndal, me pauzu, edhe me u kthy me vëzhgu veten, edhe me rezonu në qoftë se ajo që po e ndjejmë është reale, në qoftë se në atë moment me të vërtet është diçka aq rrezike dhe aq sfiduese sa ne mos me mujt me marr frymë ose me u tendos jashtë mase. Pra, edhe kjo është yoga, kjo është kthimi ka vetja, është pratyahara, është një prej 8 gjymtyrëve të jogës që është tërheqja e të gjitha shqisave për brenda. Pra, kur ne fokusohemi në veten, e vëzhgojmë veten për brenda, pa e lënë që të shpërqendrohet nga faktorët e jashtëm. Edhe kjo mjafton ndonjëherë po them veç 1 minutë. Pastaj janë frymarrjet, një frymarrje e thellë, për shembull 4 sekonda merr frymë 4 e liron, kjo e balanson me njëherë trupin, në qoftë se e zgjasim frymëzjerjen, atëherë kjo e qetëson, e relakson. Pra një frymarrje që përbëhet prej marrjes së frymës për një kohë caktuar, le të themi 4 sekonda. Mirë po frymëzjerja bëhet pak më e gjatë, 5 ose 6, bjen deri te relaksimi. Frymarrja dhe frymëzjerja e barabartë bin deri te balansi. Ndërsa kur kemi nevojë për energjizim, atëherë frymarrja është më e gjatë e frymëzjerja është më e shkurtë. Me thonë, krejt këto janë mënyra se qysh ne mundemi me menaxhu energji në trupin tonë, edhe varësisht prej gjendjes në cilën jemi edhe i praktikojmë këto. Mandej çka tjetër janë zgjatjet, janë asanat, i quajmë na këto pozitat në yoga, pozat e njohura të jogës. Mirë po jo domosdoshmërisht duhet të jetë një pozë e caktuar. Munden me qenë thjesht lëvizje kur ti i mbyll sytë e dëgjon trupin se për çfarë ka nevojë. Ndonjëherë krejt çka i duhet është me ngrit një dorë lart, me u zgjat në njërin anë ose në anën tjetër. Edhe të gjitha këto ndihmojnë jashtëzakonisht shumë në menaxhimin, në lirimin e stresit, menaxhimin edhe në sinjalizimin e sistemit nervor se ti je i sigurt. Dhe pastaj ky sinjal shkon në gjithë trupin edhe trupi relaksohet. Ne thanë që trupi dërgon sinjale të ndryshme, ndoshta ka dhimbje koke, dikush mund të me pas dhimbje lukthi, barku. Absolutisht. Që një gjë të tilla ka në dhënë, ndërsa derisa kam kuptu, ka qenë e vështirë për me kuptu këtë fakt që zakonisht në stres reagoj dhe kam dhimbje të barku, kështu që tash e kuptoj në momentin kur kam dhimbje, ashtu që pas na tepru me diçka edhe nuk duhet ose nuk qenë ka kështu pse me e bo një gjë të tillë. Edhe shumë mirë përmende se shumë mirë që më plotësove në këtë drejtim se në fakt sistemi tret, sistemi digestiv thuhet se truri primitiv ndodhet në lukth, sepse aty e kemi sistemin fillestar nervor. Edhe prandaj shumë shpesh sistemi digestiv, lukthi, barku, jep sinjale të ndryshme kur është në gjendje stresi. Edhe te fëmijët shumë shpesh ka dhimbje të barkut për shembull, nëse janë gjendje stresi, për ta është edhe më e vështirë se nuk munden as me verbalizu çkado që është duke ndodhur. Shumë e vërtetë, edhe ndoshta me thonë ekip prej stresit ty duket vetja, po s'ka më shumë stres, po ndoshta diçka që është i akumuluar. Çdo ditë nga pak, po asnjëherë pa e lshuar tërësisht trupin. A ndodh që stresi më shkaktua edhe lodhje, pavarësisht që ne flem orë të
gjata gjëmë, mendojmë që po bëjmë një gjëmë të mirë, një gjëmë cilësor, kur zgjohemi jemi prap të lodhur dhe ndoshta edhe pa bërë shumë punë fizike ndihemi të lodhur. A mundet stresi me i shkaktu këtu? Absolutisht, gjumi është një prej proceseve vitale të cilat mas shumë t'i sulmohet prej stresit. Edhe pse ndodh kjo ndodh se ne shtrihemi mbase e bëjmë një farë gjumi, por nuk arrim në gjumë të thellë me të vërtetë, sepse mendja jonë jo domosdoshmërisht kur trupi shtrihet edhe mendja fiket. Mendja jonë shumë shpesh vazhdon me punu edhe për te kohës kur jemi shtri, edhe kur mbase edhe na ka zënë një gjumë fillestar. Edhe kur bim gjumë me mendje të trazuar, atë realisht sistemi nervor në asnjë moment nuk qetësohet. Nuk e ka kohën për me u qetësu edhe me u stabilizu. Edhe prandaj kur ngritemi mëngjes, ngritemi të zgjohemi pra të lodhur, nuk e ndjejmë vetëm të pushuar, se realisht brenda nesh kush e di se çfarë ka ndodhur krejt gjatë kohës që ne kemi bërë një farë gjumi të cekët dhe derisa trupi është ri. Pra nuk mjafton veç që ti mbyllim sytë për të pushu. Po me të vërtet duhet që sistemi nervor të qetësohet, edhe në këtë rast kemi thonë, besoj edhe një edicioneve të kalume, që edhe para gjumit është shumë e rëndësishme që t'i bëjmë disa frymarrje, pra për stabilizimin e sistemit nervor, edhe ajo që ka vazhdimisht rekomandohet, natyrisht është tepër të dhe me e përmend, ekranet duhet largohen të paktën 30 minuta para gjumit, ose edhe më mirë edhe më herët, se e na shumica, besoj shumica prej të gjithë neve, aty shkojmë pikrish, shkojmë edhe i krymë edhe disa punë të fundit, shkojmë edhe diçka që kemi me bo për nesër, edhe kjo është një shprehi e keqe prej cilës pavarësisht sa të vetëdijshëm jemi, edhe sa mundohemi me bo një jetë shëndetshme nuk është lehtë me ju shmang. Po, gjithsesi, duhet të përpiqemi që të ushtrojmë vetë kontroll sa ma shumë, edhe me të vërtet t'i lëm ekranet të paktën 30 minuta para gjumit, në mënyrë që trurit të filloj të kuptoj se tani është koha për të pushuar. Çfarë lloj të stresit kemi? A kemi edhe stres emocional që ndërlidhet me probleme të tjera shëndetësore? Absolutisht që kemi edhe stresi, është edhe fizik, është edhe emocional, po stresi emocional edhe shkakton edhe lodhjen emocionale. Dhe pikrisht kjo që thash, ne jemi duke mendu krejt kohën, jemi duke u shqetësu, duke bërë plane, duke u krahasu, posaçërisht me ardhjen e mediave sociale, është e pamundun që të paktën diku në ndonjë cep të mendjes tënë nuk bëjmë krahasime mes nesh dhe të tjerëve, mes fëmijëve tonë dhe fëmijëve të tjerë, mes mënyrës si jetojmë ne jetën dhe të tjerët, deshëm s'deshëm, bëhemi prej e kësaj. Edhe prandaj krejt kjo që në lodhje emocionale. E lodhja emocionale është shumë reale, nuk është diçka që edhem veç përmendet si diçka kështu new age. Jo, është shumë reale, edhe bile ndonjëherë edhe ma e fortë se lodhja fizike, sepse për lodhjen fizike mjafton disa orë gjumë edhe gjithçka rigjenerohet, kalon. Ndërsa për lodhjen emocionale është pikrisht ajo lodhja që persiston, që vazhdon. Qysh me ndihmu trupin me dalë nga ky stres? Çka mundemi përveç frymarrjeve dhe kthimi nga vetja, duhet ta praktikojmë këtë çdo ditë, ndoshta çdo natë? Kur mendoni që është koha ma e duhur? Koha ma e duhur për të ndalë dhe për të kthyer nga vetja, po filloj me këtë, sepse kjo është e para, kjo është e rëndësishmja, sepse ne mund edhe të zgjatemi, edhe të marrim frymë nëse se kemi vëmendjen në atë që jemi duke bërë në atë moment, të gjitha këtu e humbim paksa efektin. Prandaj, koha e duhur për të kthyer ka vetja është sa herë që e ndjejmë se diçka ndihet si off. Ndoshta e shohim veten që po irritohemi, ndoshta nuk po kemi shumë durim, nuk po kemi shumë përqendrim, po fillojmë të mbyllemi, nuk kemi dëshirë të takohemi me të tjerët. Kjo është momenti kur duhet kthyer ka vetja shumë. Ndonjëherë ma gjatë, ndonjëherë ma shkurt, ndonjëherë gjatë ditës, mbase 2-3 herë duhet të kthehemi për brenda, të pauzojmë, edhe tek mandej të marrim frymë, të bëjmë ndonjë lëvizje. Natyrisht ka edhe poza caktuar të jogës, të cilat janë specifikisht të dizajnuar për me lehtësu stresin, edhe kjo do t'jetë faktikisht një seancë e tërë, të cilën do t'a gjirojmë në studio, si që ki paralajmëruar edhe ti, javën tjetër ose një javë pas.
ku pastaj mënyrë shumë praktike do të praktikojmë edhe frymarrje, edhe pozita, pra poza, një sekuencë pozash të cilat e ndihmojnë lirimin e stresit. Kjo dhe më mirë për ata cilët zgjohen mëngjes edhe munden me praktiku me njëherë diçka, e pastaj ta shohin sa mirë po ju ndikon në trupin, në organizmin e tyre. Pastaj besoj që kjo ndikon gjatë tërë ditës, sepse është mirë edhe në mëngjes kur e nisim ditën me këtë energji pozitive, me një qetësim për brenda dhe pastaj tutje veç e marrim energji edhe më të mirë. Është shumë e vërtet, edhe para gjumit, desha me e cek që është faktikisht një pozë që nuk do ta praktikoj tani këtu, sepse edhe nuk e kemi as një shtroj, as diçka, mirë po shumë e thjeshtë edhe moj shumë letë me udhëzu kështu. Pra shtrihemi me trupin, shtrihemi në tokë, afrohemi afër një muri, edhe këmbët i ngrisim në muri. Shputat kthehen kah qielli, pra lart, edhe mundësisht krejt trupi mbetet, krejt këmbët janë të mbështetura në murin, ndërsa trupi është në tokë. Në qoftë se dikush ka dhimbje të ijeve të pjesës poshtme të kurizit, mundet me vendos një jastëk pra në pelvik, sa me ngrit pak, edhe i mbajmë këmbët lart për 5 deri në 8 minuta, edhe kjo e bën me të vërtet terapeutike këtë pozë, sepse me njëherë edhe niveli i stresit bjen, po njëkohësisht edhe qarkullimi i gjakut stabilizohet, limfa që o mbledh gjatë gjithë ditës në këmbët tona për shkak të qëndrimit ulur ose në këmbë, edhe ajo fillon të qarkulloj në drejtim të duhur, edhe në përgjithësi krejt këto në kombinim e relaksojnë trupin, e japin sinjal se është i sigurt, është i qetë dhe mundet me pushu. Faleminderit për gjitha informatat dhe faleminderit edhe për këto këshilla, ndërsa në javët në vazhdim patjetër do të mundohemi që të sjellem edhe këto poza dhe këto lloje të frymarrjes, në mënyrë që ti praktikojmë edhe ne bashkë me Rondinellën nga studio Rondinella dhe ne në studio në shtëpi tona. Faleminderit edhe një herë për kohën, kënaqësi që po takojmë bashkë. Edhe për mua gjithashtu. Ndërsa ne tani do të kalojmë tek një blok i shkurtër të rimarketingut dhe pastaj do të rikthehemi përsëri në studio e do të flasim edhe për tema të tjera.